Projektet e Federatës Futbollit për përmirësu infrastrukturën e stërvitjes janë pikërisht projekte për ju, për fëmijët që stërviten këtu, por jo vetëm këtu. Ky projekt quhet projekti 100 fushat, do të shpërndahet në gjithë Shqipërinë, ka filluar. Para pak ditësh ne përfunduam një fushë në Arban, një tjetër në Vorë, vazhdojnë punimet në disa fusha tjera me qëllim që ju të keni kushte sa më të mira, por jo vetëm ju. Po edhe shokët e ju që nuk kanë ardhur akoma në futboll, të afrohen sa më shumë në futboll. Futbolli do t'ju bëj qytetar më të mirë, do t'ju bëj më të shëndetshëm. Kështu që asnjë nga ju, pavarësisht nëse profesori do t'ju aktivizoj 90 minuta apo më pak në asnjë mënyrë, mos u largoni nga futbolli. Pavarësisht se do bëni apo s'do bëni futbollista shumë të mëdhenj, megjithëse ju të gjithë doni të bëheni si Ronaldo apo si Messi. Por e rëndësishme është që edukoheni më mirë këtu, se sa ta kaloni këtë kohë jashtë fushave të futbollit. Pikërisht për këtë, Federata e Futbollit bën maksimumin që juve t'ju krijojë kushte sa më të mira, fusha sa më të mira, profesorat pa dyshim që i keni të mirë dhe vazhdojmë të punojmë për përmirësimin e tyre. Keni uniforma nga Federata e Futbollit, keni topat gjithashtu. Do mundohemi sa më shumë projekte që sa më shumë ju të keni kushte të mira do të bëheni futbollist. Sot jemi për të inauguruar fushën që jemi këtu dhe ky projekt do vazhdojë në gjithë Shqipërinë. Uroj që të bëheni e para qytetar devotshëm për Shqipërinë, por pse jo edhe futbollista shumë mirë për të përfaqësuar edhe ekipin kombëtar shqiptar. Nuk është çudi që ndonjë nga ju apo disa nga ju ta përfaqësoj Shqipërinë pas pak vitesh dhe t'jeni na bëni krenar siç po na bën ekipi i parë me rezultatet dhe me fitoren e fundit kundër Polonisë. Kështu ju uroj edhe një herë suksese dhe uroj që të luani sa më mirë futboll.